Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Doja ta hapja tani shpejt e shpejt këtë video sepse po bëja një video në fakt Instagram, ajo ka dalë kur ju të shihni këtë. Por shkuam në Dodenhof sot dhe morëm një nga këto mystery box, nuk I kishim parë kurrë, të paktën unë, edhe kishte disa gjëra, produkte që kushtonin nga 150 euro, ne I morëm 70 euro sepse kështu I merja, të thoshte që vlera është 170, ti e merr 50, 70 në rastin ton. Më thënë ishte 150 dhe morëm 70 dhe ka brenda gjëra, e thoshte edhe për masën për çfarë donim dhe gjinin se për çfarë donim, do të thënë për masën për cilin fëmijë donim dhe gjinin. Ne morëm një që ishte për Kalvin edhe thamë po kalojmë brez pas brezi, ishin këto tutat këtu, këto janë nice, më pëlqyen të trasha të mira, këto bluzat shumë të mira cilësia dhe gjitha nga Tom Taylor, të gjitha këto, edhe kjo tjetra këtu, kjo është në pambuk, po është dhe shumë e butë, do të thënë jo si këto të zakonshme, po shumë e butë. Me këta rushin dhe mbrapa është kjo rushi kështu. Mua pëlqeu shumë, Kalvin si pëlqeu dash. Kjo bluza, cilësi shumë e mirë dhe shumë e bukur. Edhe kjo më duket nga Tom Taylor, jo, kjo është në staccato, nuk e di këtë, nuk e njoh, por që material shumë e mirë. Tjetër, përsëri kjo bluza që besoj dhe kjo është Tom Taylor, po dhe kjo. Shihni sa e bukur është. Edhe I paketon dikush këto, në këtë rast I kishte paketuar ranja. Edhe kjo, pëlqeu shumë me zinxhir. Po flisnim sot që na duhet një me zinxhir? Fiks kjo. Fiks kjo me zinxhir se Kalvin s'ka këto me zinxhir. Ishte shumë bukur e vlen. Tani u mendova që të mora për Mikin ose për Octavian, se këta të dy sikur do gëzoheshin më shumë se Kalvin të si pëlqen më shumë. Hajde copyrighti. Morëm dhe disa gjëra tjera, po doja u tregoj. Ule pak, mami? Ule re kushuri. Dhe shkuam në... Jo jeta ime ato shishet aty. Shkuam pak tek New Yorker, se si që shihni këtu kostumin, unë e kam bler atje dhe ky është ime ato stretchet dhe me kështu që janë me belë të gjatë. Shumë e bukur, I kanë shumë qejf dhe thash, po marr dhe një kostum tjetër si ajo. Por duke qenë se unë dua që këtë javë, jo këtë javë, ndoshta javën tjetër, sa të tres baklavan, do filloj stërvitjen, dhe bleva një kostum të tillë, cilin e kam bërë unë kostum, që janë pak si për pilatesa. Kështu, kjo bluza, ja u tregova unë, ju kënaqa. Ka ngjecur këtu, nejse. Bleva një paltuta që janë, po edhe me pi, që janë kështu, mora masën small, disave extra small, disa small, të e mora small. Që janë me këtë pjesën këto tek veli, më pëlqen shumë, se kështu I kam tek këto tjera që kanë vesh. Edhe kjo bluza është nga këto tipike që bën kështu pilatesa, që lidhen kështu para, ngrisë dhe Allahet. Dhe I mora me këto ngjyra. Këto janë të tretë preferuarat e mia si ngjyra, mund t'i kombinosh si të duash normalisht. Thash t'i bëja një herë me të zezë, pastaj thash tëre, se le të kemi pak ngjyra, pak jetë. Shkuam tek Media Markt ka apo jo? Nuk e di se si ka, se këtu te Dodenhofi janë të gjitha kështu si të Dodenhofit, po nuk se kam vënë në re asnjëherë se si kanë emrat. Morëm boj për printerin, Leo Miki këtë kukullën, nuk e lëshonte, thoshte baby, nuk e lëshonte, s'kishte shans. Kështu që ja blem, mere mami? Pastaj atje do blinim dhe ushqimin e, po s'patëm kohë se fëmijët filluan undezën, morëm këto domate që janë disa lloje të ndryshme, unë I kam shumë qejf. Dhe djalë kemi fiks. Morëm edhe e portokalli, lëng portokalli. Kudo që shkojmë në këto marketet dhe që ka lëng portokalli që shtrydhet direkt atje, marrim gjithmonë 2, 3, 4 shishe sepse I kemi shumë që I thjesht ideja që aty shtrydhet vetëm portokall, është shumë e mirë dhe kanë shije shumë të mira, janë gjithmonë shumë të ëmbla. Kështu morëm Evelina për Mikin, morëm ja 2 gjëra të vogla tjera për Mikin, edhe u kënaqëm se mbrapa tek pjesa e Dodenhofit është një market pusllindjesh që ka shumë gjëra të mira. Edhe hangrëm atje kështu këto tipike, patate, edhe kështu gjërash. Edhe unë se kishte telefonin me vete sepse po shpëtoja video që ju keni parë tashmë që ka qenë para asaj. Mami, ku janë të dhe hengëm ne? Nuk e di mami atje. Edhe kështu. Nejse, do vazhdojmë ditën tani, do t'ju tregojmë vonë disa gjëra të tjera interesante, por për momentin do shkoj dhe unë pak t'ulem, qetësohemi pak se ishte aksion me fëmijët.
Isha te EDK, nuk e mora telefonin me vete se po hidhej ende video dhe uroj që të dalë në kohë, sot se më çmendi. Tani, mora këto mjedrat, mora 2 pako dhe poshtë mora boronica që të bëjmë edhe kos kështu me boronica, chia dhe frutat e tjera. Mora vezë, këto janë shumë të mira, pak të kushtueshme por shumë të mira. 2 avokado, pastaj mora hurmat janë preferuaret e mia ose mushmolla, si i thoni ju. Një bostan të vogël, mini, këta janë më të mirë tani se në verë. Mora salat për ne të rriturit, se fëmijët se kanë qejf fare. Mora buk, kështu me fara, hudhra, bio mozzarella nga këto t'i hedhim salatës. Këto janë erza për picën, këtu është tofu, këtu është si i thon shqip këtij sherebel, më duket. Nuk më kujtohet mirë, po nejse do ja u lë këtu. Rugola e preferuara ime, specat vogla që han fëmijët si snack, patallxhan për Ivin se gjithmonë ja gatuaj kështu se ka shumë qejf, banane këtu. Mora përsëri ne i themi kësaj gjethemente ose ne i themi energjik më duket. Po nejse gjethemente, mente. Këtu brenda kam një lloj sallamit lezetshëm që e përdorim ne për të skuq. Këtu kemi qumësht për të gatuar, qumësht për të pirë, këto tortillat kështu wraps që i mora unë me high protein për ne. Makarona si që shihni, djath për pica, që të bëjmë pica, këtë kam shumë qejf. Pastaj mora, ky është tamam kos, por e mora për mua dhe Ivin kur bëjmë këto ushqimet tona me chia, me këto që pat ju. Pastaj këtu kemi mish të krijer, mora 2 barila nga këto spagetit, mora 1 mango, djath të shkrier, mora pastaj miell për bërësira, miell për pica dhe miell që marr për buk. Edhe këtë panën që e përdor. Këto mollë e vogla se kanë shumë qejf fëmijët. E gjithë kjo bëri 2,50 €, shumë e vogël në fakt. Për 2,50 € këtu as 2 mollë janë të mëdha, po janë shumë të shijshme. Këto dhe kam qejf për fëmijët. Mora këtë gjalpin, edhe ky është shumë i mirë, e kam shumë qejf këtë. Por që mora, ta kemi aty dhe përgatim për gjëra tjera, në përgjithësi patate dhe më pas brokoli. Këto ishin, mora dhe ujë edhe asgjë tjetër. Gas. Mirëmëngjes, e thash fiksi që thonë fëmijët ku shohin videot e mia. Unë jam bërgati tani dhe po iki në punë, madje po nxitoj se është e 25 dhe nuk dua të humbas shumë kohë duke u marrë me gjëra kështu dhe të shkoj me vonesë. Kështu unë shkova në shtëpi tani se çova kalmen, pastaj shkova në shtëpi ngra pak mëngjes. Mora dhe kafen se më shijon më shumë kjo shtëpi ime, edhe kështu. I ka tani shihemi më sa bon pam fëmijët tani nga dritarja. Claudia, sa të mirë që janë. Sa po erdha në shtëpi, isha duke marrë tani me një reklam dhe sa erdha në fakt u bëra direkt gati, u vesha, u rregullova pak, vesha pijama, por që sepse kështu doja që ta bëj reklamën. Edhe po, tani sa bëra këto, do bëj punët, edhe më vonë do të futem në mësim online, sepse kemi mësim online, fakt sot e kemi më tepër informuese për praktikën, por që po, fillon nga ora 5:30, 5:30 domethënë. Edhe kemi deri vonë në mbrëmje, duke qenë se kemi goxha pyetje gjithë për të bërë edhe duhet ta përdorim këtë kohën kështu. Erdha në punë edhe sot, dita e fundit për këtë vit, pastaj pushime. Mami, ich möchte diese Schlüssel haben. Hier ist mit deinem Zug. Çe bëre moj trit? Bëj di bülbül makina? Los? Es Geld. Wie heißt das? Dangosu. Puç edhe ti mikin. A të vdes.
Te faq, Miki, te faq. Uf, te këshon për te o zot. Aman, o zot. Si e ke emrin? Mika Angelo. Këshon, Miki, Angelo. Si e ke emrin dhe njerë, Miki? Si e ke emrin? Angelo. Angelo? Po, shtypa. Në të rasish pak I vit? O shpirë. Hajde te Miki. Nuk është e shkolla, babi, është e puna. Po te puna. Do t'ju tregoja këtu diçka super që kam marrë këto ditë, edhe është kjo fshesa me korrent kështu dhe ka emrin Proskenik. Kjo këtu. Edhe do t'ja u tregoj pak me detaje të gjitha pjesët në momentin, nuk e di, ndoshta do ta fus tani në pjesën e videos ose do t'ja u tregoj kështu siç e kam. Un kam fshir me këtë siç e shihni këtu është full, sepse kam fshir me këtë të gjithë shtëpinë. E para se do të bëja një video në Instagram dhe e dyta se doja ta provoja. Dhe po, ishte shumë e mirë. Nuk është se e prisja, në fakt ishte kaq e mirë sepse okay, këto kanë fuqi, por jo aq sa mund të jetë një me prizë, por që kjo ishte realisht shumë e fuqishme dhe është ndryshe nga të gjitha ato që unë mund të kem përdorur deri tani. Okej, se po flas kështu sikur kam armë në dorë. Tani, këtu kemi këto dy kokat e ndryshme që ka. Është kjo edhe kjo tjetra këtu. Edhe thisin kapim në çdo cep të mundshëm. Brenda kishte edhe disa të tjera, por besoj ja u kam treguar tek një klip I vogël ato të gjitha. Kjo është pjesa e filtrit ekstra. Çfarë më pëlqen mua te kjo? Ka dhe baterin këtu, edhe karikohet normalisht. Çfarë më pëlqen mua te kjo është kjo. Po ja u tregoj pak tani dhe pastaj do t'ja u shpjegoj. Siç e pat, tregoj 3 nivele dhe këto në varësi të nivelit, pra të shpejtësisë që ka dhe forcës thithse, është edhe minutazhi I minutave që do të punoj. Siç e pat atje për shembull, kur bëhej e kuqe ishte pak më ulët minutazhi etj etj. Gjë që është shumë e mirë sepse të thotë, nëse ti do ta fshish shtëpinë me këtë më të lartën, do të ulet koha e punimit, pra koha e mbajtjes së baterisë. Dhe kjo është shumë gjë e mirë, mendoj unë, sepse di fiks kohën se sa do të punoj. Karikohet shumë shpejt, edhe mund ta kesh kështu praktike. Gjëja që më pëlqen mua më tepër është se unë këtë e marr kudo, sepse është roboti, është dhe fshesa tjetër, po duhet ingres I për të gjitha, ndoshta kjo nuk rëndon fare, e merr edhe kudo. Plus më pëlqen edhe fakti që në momentin që ti nuk I ndes këto nivelet, e ndes edhe vet ajo, sepse nëse je në një, ku di unë, kur shkon tek tapeti nga parketi, shkon te tapeti, ajo ngre vet nivelin e shpejtësisë sepse do më tepër fuqi thithse tek pjesa e tapetit edhe ngre vet automatikisht. Çfarë më pëlqen mua që këto të tjerat nuk e kanë, është kjo pjesa këtu që lan. Un kam lar tani dhe prandaj është kështu se nuk dua ta hap se do bëhem ujë. Edhe ka dhe një ekstra nga këto, por që shumë e thjeshtë për të përdorur. Hedh ujin këtu dhe bën opsionin që nxjerr apo nuk nxjerr ujë, po që janë lart fëmijët. Edhe e vendos tek koka e kësaj, do ta shihni në një klip të vogël, dhe ndërkohë që fshin tek pjesa e parketit për shembull, edhe lan. Nuk është se e bën super ujë, e bën shumë mirë, të moderuar që nuk është se do lagësh dhe fshesën e korrentit. Provova këtë dhe realisht e lau shumë mirë, më pëlqeu, por aq sa mund të laj një fshesë e vogël është perfekt fare. Siç thash, e provova, thithte shumë mirë, më pëlqeu edhe në parket, edhe tek pjesa e tapetit, edhe tek divani, provova në cepa të ndryshme në shtëpi, ishte shumë e mirë. Edhe jam realisht e kënaqur. Nuk e di nëse kam kod për këtë, por nëse kam kod, do t'ja u lë që të mund të përfitoni nga ulet. Më pëlqen vërtet. Ju e dini, un kam shumë lloje dhe I përdor pothuajse të gjitha për diçka, por kjo ishte realisht shumë praktike dhe që më pëlqen është fakti që thith shumë mirë. Se un këtu e kam gjithë hallin tim. Në momentin që ato nuk thithin, le të jenë kështu, ku di un, praktike, në momentin që ajo nuk ka fuqi thithse, është kod pastaj sepse të duhet I biesh me diçka tjetër sipër.
por kjo më pëlqeu se kishte goxha fuqi në krahasim me të tjerat që unë mund të kem provuar. Nëse keni pyetje për këtë apo doni informacione të gjitha do t'i keni poshtë në description box. Do të mundohem që t'ja u lë dhe në koment kështu me pin që ta shihni gjatë gjithë kohës atje. Edhe për mendimin tim është një 10 nga 10 sepse thash e provova dhe më pëlqeu dhe fakti që ka këtë e bën të ketë një ekstra pik më tepër nga të tjerat. Faleminderit për momentin që kushtuat kësaj pjese dhe po ju lë në vazhdim të vlogut. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Ne jemi duke shkuar përsëri në Dodenhof se sot do të vi baba gjyshi i vitit të ri. Edhe nuk e di se çfarë do bëhet fiks fare, se i vi e pa atje. Dhe u ngritëm kështu tani. Sot është i dyti në fakt, po e shfrytëzojmë paraditën për të dalë pak për qefin ton. Edhe tuajin që do vini me ne. Kështu unë sot duket që kam ditën e keqe të flokut sepse kam vënë kapele dimërore, por që e kam vënë. Mbaj mend kur e kam vënë një herë këtë më tha një gocë atëherë, "Ua, si Olta!" Ka qenë periudha që Olta Kexhari ka qenë e urryer. Kështu që nuk e kam vënë më pastaj. Vesha ka. Nëse po ikim tani në Dodenhof dhe po u bën një gjë interesante, do t'i marrim me vetë. Te kosi. Kosi. Hajde bëm pak pazar, tani do ikim të shohim qoftë ka ardhur baba gjyshi. Po s'ka ardhur, do ikim shtëpi poshtë aty, do rrim aty nga ndok. Filozof. Dora. E takuan baba gjyshi. I dha baba gjyshi nga një kështu Kinder çokoladë madhe që do ta shkrim ne, do ta bëjmë kështu banane dhe fruta gjëra se kështu nuk ha, aq e madhe. Ik heb plastic voor de kabelen. Tani ishim tek kjo Edeka në Dodenhof. Blem të gjëra që të gjitha shkuan fokusau 132 euro. Nuk janë vetëm këto, këtu janë disa gjëra tjera personale të trupit tim. Nëse, morëm mish, viçi, si gjithmonë kështu kalb. Edhe mora disa pjesë me kock sepse nuk i doja ashtu të thjeshta. Ishin ca brinj, ato shkuan pak më shumë, janë njëra nga ato, po këto brinjt ishin që shkuan nga 23 euro. Dhe gati 7 euro një pjesë kështu si një copë. O dritë. Po, jetë mami tënë. Morëm bukë. Pastaj. Do vishte klau? Morëm lëng portokalli. Me biberonin të bushi mami. Tani kam miki në kran. Nëse morëm këto domate të fëmijët preferuara. Këto janë domate të shtrenjta, po kanë super shije, duken kështu por janë shumë të ëmbla. Pastaj mora sheqer nga kjo datel. Edhe këtë se kisha marr asnjëherë, po më duk shumë interesant dhe ky kushtonte. Të gjitha gjërat që ishin nga kjo marka atje kushtonin, por që do ta provoj një herë. Mora dhe këtë vanile cukar, sheqer vanile. Ik fshije mami me letër të lagur. Për t'ja hedhë ndonjëherë krepave që bëjmë, morëm kos nga ky landlibe, një me pjeshk, një me lule shtrydhe. Pastaj këto janë chipset e mia të preferuara, i kishte marrë Ivi atje dhe këto janë shumë të mira. Morëm këto palmolivët pastaj për duart, meqense i përdorim shpesh dhe i lajm duart 500 herë në ditë. Ndërsa këto e morëm për trupin. Shumë interesante është kjo, edhe janë shumë të mira të kësaj markës. Pastaj morëm qumësht për të pirë, këtu pastaj kam qumësht për të gatuar, banane, vezë, edhe këto vezët janë shumë të mira. Morëm portokallë të shtrydhur atje direkt. Mund ta bëjmë dhe vetë në shtëpi këtë, por e morëm aty për shpejtësi. Pastaj bukë me fara këtu dhe këto janë bombonet që mora unë për veten time, që janë këto shumë të mira. Morëm disa lëpirëse për fëmijët, këto këtu siç e shihni janë bio, edhe këto ishin të kushtueshme si kishim marrë asnjëherë. 6 euro e pak, një 4 a 5 copë, nuk e di, edhe këto të shtrenjta ishin. Mora unë këtë mishin e grijesh që të bëj ndonjë gjë shpejt për fëmijët, qep. Pastaj këtë mishin e rindit të grirë që të bëj ndoshta kebab ose nuk e di qofte. Barbunja, këtë ja u tregova, kastraveca dhe ujë.
Morëm këtu ujë volvik për të pirë dhe këtë ujin e lirë që marrim gjithmonë një ujë të lirë, nuk ka rëndësi se çfarë është, për të gatuar, sepse normalisht gatuaj me ujë të blerë. Ndërkohë unë do vë kolopuçin tim të gjumi, se i vajti orari tani dhe pastaj do bëj një dush, kam 100 plane, 100 punë, 100 gjëra për të bërë. Edhe duhet i bëj, kështu që futemi punës. Do bëjmë nani? Besoj që pat nga pamje tani jam duke bërë një lasagna, i kam dhe petët këtu. Do përdor këto, herën tjetër mendoj që t'i bëj vetë, sepse unë bëj ndonjëherë vetë kështu si tagliatelle, edhe thash po bëj dhe njëherë ato petët e lasagnes. Mendon thjesht të bëj pak më tepër sasi, edhe nuk e di, ndoshta do ta provoj një herë se më duket si interesante. Ose ato besoj kanë në tjetër mënyrë, por gjithsesi janë vezë dhe miell. Nice. Çfarë do ju të tregoja unë këtu ju, meqense jam duke gatuar dhe kisha kutin këtu, janë këto syzet nga Aulja ose Aolja. Tani, kush më ndjek mua prej vitesh, e besoj keni dëgjuar më shumë se 3 herë ndoshta, sepse unë i marr syzet vetëm atje. Besoj këtë e dini sepse s'më keni dëgjuar asnjëherë që them shkova tek një optik bëra syzet ose gjëra të tilla. Dhe zakonisht i bëj tek ata, i bëj dhe fotokromatike, por kësaj radhe harrova t'i bëja fotokromatike. Por si nuk prish punë kjo pjesë. Dhe kam këtu dhe modelet e tjera, do t'ja u tregoj dhe ato, janë të gjitha optike, nuk janë thjesht skelet. Ju e dini që aty mjafton të keni recetën tuaj dhe i vendosni vetë si të doni, janë shumë të lira, edhe mund t'i provoni kështu virtualisht, nëse ju përshtatet. Nuk kam marrë këto, që janë shumë bukura, kanë dhe detajin këtu dhe janë shumë të lehta këto. Kam marrë këto, që janë pakës më të trasha, besoj se dhe këto më shkojnë, kam shumë qef këto kështu si macen. Këto nuk janë tamam, por që besoj se këto duken bukur. Edhe ke kujdes se mos e me qime, kjo janë disa e kam bezdi. Edhe këto më pëlqejnë shumë, mendoj se këto ngjyra më përshtaten më tepër, atje ka lloj modelësh, domethënë nga më ekstravagante tek më të thjeshta, por unë nuk jam tipi i ngjyrave e gjërave të tilla. Por këto deri tani janë preferuarat e mia, i kam shumë qejf. Unë i marr pa atë pjesën këtu tek hundët, duke qenë se më vezdis ajo, i mbaj gjithmonë kështu. Domethënë kur them pjesët e hundëve kam fjalë për atë që është si vesh i vogël plastik. Dhe kam marr përveç këtyre kam marr dhe këto të tjerat. Besoj, unë kam një kod për ju, do t'ja u lë kodin këtu nëse doni të shkoni për qefin tuaj, po ja u lë dhe linkun nëse doni. Aha, sa mirë që shoh shumë super mirë. Duhet keni kujdes me të gjitha numrat që vendosni, sepse disa kanë sferë edhe cilindër, disa kanë vetëm cilindër, nuk e di se si e keni ju, dhe duhet keni parasysh dhe atë distancën midis syve. Nëse nuk keni të qartë për distancën midis syve, shkoni më mirë në një optik të bëni një matje të shpejtë, edhe ta japin ata fikse dhe vendos atje fiks në milimetra. Edhe kështu, më vjen gjithmonë pa asnjë lloj problemi, sepse duke qenë se u bë tash më kohë që unë porosis atje dhe nuk është se kam ndonjë problem ose tani e di shumë mirë procedurën se si funksionon çdo gjë. Varet ku jetoni, për punën e vonesës, nuk dua t'ju them që vin direkt për 1 javë, ka raste vonon edhe 2 javë, por që nuk më mend sa më zhvonuar kësaj radhe, se nuk më kujtohet mirë. Por që vin kështu pa asnjë pikë problemi, madje kësaj radhe më kishin futur një cadorate të vogla shumë bukura. Bërej një bukë me fara tani, me shumë lloje farash, edhe u kënaqem, më është bërë shumë e mirë. Këtu duket pak nga drita në fakt, sikur është ndryshe, por është super e mirë. Isha tani te Tedi, se më kapi 5 minuti, më duhej një nga ato shtupat, ose fshesat, ose furçat, si ato furçat që pastron. O zot, po ato ma morën fëmijët, nejse, ato do ja tregoja unë morën fëmijët, nejse. Isha morja të gjërat lezetshme, këto që ngjiten te për shembull te këto vazet të qeshit që kam unë, organizues por jo vetëm. Isha shumë lezetshme këto, thash hajde i marr. Nuk kam sa, po thash po marr edhe këto. Ka i të lutem, mami, jepja vllajt. Mora një catel enësh, jo vetëm enësh, kështu për të larë, për shplar. Merre mami. Mora këtë furçën për të larë këto të xhamit, të dushit, domethënë dritaret dyert të dushit, të xhamit të dushit, bodenin ose për të fërkuar gjëra kështu dushi, po.
Pastaj, mora këto të mëdhat, këto janë për që janë kontenitor, nga këta mbajtësit e ushqimeve gjëra kështu. E kam marrë për ta heq mami Miki prit. Këto janë qeset zakonshme kosh. Nëse onë ata gjitha të gjëra që ju pat, por normalisht që në kështu gjëra plastike. Edhe prandaj i mora këto se ju e dini që unë nuk përdor më fare plastik, sidomos këto mbajtësit e ushqimeve kështu gjërash. Dhe për këtë arsye shkopaj vlera. Injorojeni pamjen time sot, thash për të injoruar. Edhe kjo, pse ma solli kalbi. E kjo ishte ajo furça kështu që mora për të larë parketin, për të zhgryer pllaka në përgjithësi këtu. Shihni sa mirë tani, këto janë vetëm disa nga ato, por këtu te këto shishet e qumshtit të qelqit kam hedhur vajin e ullirit dhe ajo është qelq. Edhe këtu kam hedhur këto ullin, siç e shihni, këtu të shtruarat. Dhe janë shumë të mëdha këto, po duken kështu si të vogla, por që janë super. O Miki, këto. Bylbyl, ik mrapa ti o bylbyl. Po nisemi për disa pushime të shkurtra 2 ditore dimërore me kalamaja tu. Makinës në fillim do t'i japun, se kemi ja 3 orë për të bërë, kështu që do ndrohemi rrugës me Ivin. Tani do t'i japun, po duhet t'ikin që këtu këta kolopuçat miu, se jemi mbledhur gjithë këtu vendi para, po presim të vijë që të sistemohemi. Mirëmëngjes. Nëse do ju tregoj se ku do shkojmë, por që ikëm e ndam kështu mendjen në moment fundit, madje mami fiketa, madje pam një vend sa do ta prenotonim, vëm gati valizhet e të gjitha kështu me Terezinë, edhe ende se kishim prenotuar, sa do ta bënte, do prenotonte Ivi dhe shkruajti atje që vendet uzun, do të kam mori Ivi tek resorti vet, ishte shumë bukur, ishte në Holland, ishte shumë bukur, mori Ivi, jo mami jo. Mori Ivi atje në telefon dhe a tha që jo, nëse del aty e zën, është e zën. Nëse gjetëm një vend tjetër të bukur, e gjeti Ivi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bye, tschüss. Nëse ikëm do jemi rrugës, do flasim. Sa po erdhëm dhe si përfundim, ka i fike pak sinjalin kur e ndezi, apo nuk fiket larë. Sa po erdhëm në Rostok, nuk kam marrë fare gjatë rrugës, sepse 200 kilometra i dhash unë makinës, dhe sot kam bërë rekordin tim se si kam dhënë asnjëherë kaq shumë, dhe kam bërë rekordin e dytë se nuk kam ecur asnjëherë kaq shpejt, sepse ishin këto autostradat pa limite dhe kam ecur me 170, kam kapur limitin tim. Do të thënë maksimalin time deri tani. Kur isha atëherë unë që nuk kisha patentën me gjande, sikur me 120 ishe me 100 ishe kurse tani plus janë dhe rrugë të Gjermanisë që janë shumë të mira, autobanet, këto autostradat janë super stradat. Nëse erdhëm këtu te resorti ynë, Ivi po sheh aty ku do kalojmë se do futemi që ne mos të hallakatemi kot. Koha është super e mrekullueshme, mega yll. Dhe po, pas 3 ore udhëtim pa ndërprerje fare, nuk kam që i bëj kaq. Sa bukur. Që janë shumë e madhe, kjo në fillim mendova se ishte e vogël, po pas ka pa fund shtëpia. Në fakt ne për sot kishim 2 plane. Gjeroj brisi si vend, por ishte shumë ftohtë. Edhe kishim hall mos na ftoheshin. Jo, mami, aty, jo, te babi. Te babi jeta. Shko poshtë babin. Bravo, fut babi, Miki. Fut babi, haj. Edhe, do me thënë, na u duk si ftohtë edhe këtu edhe është shumë super ftohtë. Hyp, Miki. Kujdes. Një më andej, kështu që ne vendosëm më mirë këtu edhe rruga ishte njësoj, por kishim dhe thjesht ma e bdorë shpërt, thjesht kishim hallin e motit, sepse ati është shumë bukur në fakt, por motit. Erdhëm tek dhoma jonë që kemi dhoma, shpiza vogël që kemi marrë.
Po ju bëjmë vrap një home tour, se kjo në fakt nuk është room, janë 3 dhoma. Shikni, këtu keni këto krevatet marinar. Sa e bukur kjo këtu, shpirti Klajës, dollapi. O jeta Klajës, si që kucet. Këto është një tualet i madh, dhe këtu jam unë, po ja u tërgoj që tani se pas të do bëhet qelbur këtu. Dhe pastaj këtu është një dhomë gjumi, një nga dhomat e gjumit, shumë e bukur, dollap, të gjitha gjërat e nevojshme. Pamja nuk ka ndonjë kështu disi çfarë wow. Se është rrethuar me këto shtëpia dhe këtu kjo është pjesa e sallës, salloni, sa i bukur, çdo gjë. Gjingali, çdo gjë IKEA style, i kemi komplet këto. Nga gjitha anët dhe këtu IKEA style. Edhe zë me kjo që zona duhet fare. Edhe këtu është pjesa e korridorit, ku vajti kjo drita që ishte këtu. Këto që mos t'jo marrë shumë mendjen. Edhe këtu kemi tualetin, kuptohet një tualet i vogël. Kjo është pjesa këtu e hyrjes dhe këtu kemi një pasqyrë, që jam unë, haj. I këtu tani të çojmë valixhet dhe gjërat edhe të bëhemi gati për qëndrimin ton 2 ditor këtu në Rostok. Pas kemi edhe këtë verandën jashtë. Kjo më pëlqen shumë mua. Kur kemi shtëpin ton, kështu do ta bëjmë atë xhamin, se unë kam shumë fiksim këtë kështu dhe duket shumë bukur. Por që kështu duket. Dhe pamja pastaj është në një, nuk është në një wow, është thjesht një lagje. Pas ka këtej. Po, kuzhina, harova kuzhinën, sepse morëm kuzhinë që të mund të gatuajmë. Nice, shumë e bukur kuzhina. Çdo gjë është IKEA style. Stili IKEA të gjitha. Kështu që është shumë bukur. Do kënaqemi këtu sepse është goxha e madhe dhe e mirë. Për çfarë erdhëm ne në të vërtetë? Për të parë YouTube dhe për të qëndruar vetëm shtrirë. Shaka. Nesër kemi ditën full me aktivitetin, ndërsa sot nuk e di çfarë do bëjmë tani, do marrim. Shiku dritën, bravo. Erdhë mami, tani do bëhem gati që të shkojmë për të ngrënë. Këtu brenda edhe këtë, kështë kanë nxjerrja. Këtë baby boxin për fëmijët, shumë e bukur. Shumë bukur, i ka të gjitha gjërat që na duhen në këtë brenda. Edhe pse Miki flet gjithmonë me mua, mami na bëj pak dritë. Edhe pse Miki flet gjithmonë me mua, s'ka fjetë asnjëherë krevatin e vet, por që po. Unë sot s'kam bërë as make-up as një gjë. Ndize pak mami, se po mami video. Por vetëm skincare, tani në mëngjes prandaj më shkëlqen kështu fytyra dhe asnjë gjë tjetër. Kujdes. Klettern. Gjemla ime vogël. Vaj jetë. Këto i kemi për të shkuar te pishina. Kjo krem pudra, kjo as fondatin, as concealer nga Sara, shumë e mirë. E kam shumë qejf. Jo dini që nuk përdor, por kjo është realisht shumë e mirë. Edhe për hapet shumë mirë kështu në fytyrë. Nuk më një make-up të thjesht tani, do bëhemi gati dhe rezervuam këtu për të shkuar të qisë për të ngrënë nga ora 5:30. Do të thënë jemi okay, jemi tek pjesa e darkës deri diku. Tani mam do bëj flakët ne. Unë dhe mini mia u bëm gati. Uju. Vishta lecat e saj. Se ndriçojnë këmbët. Plaku me plakët. Tani jemi plejshne. Jemi 300 vjetra do vjetër. Kai! Hallo! Ikim? Drita. Wow. Crazy. Just crazy. Ky është restoranti që hëngrëm ne e darkën, ishte bufe në fakt. Ska që është
Rrovat ju merja fare, sot, do më thënë tani, gjatë kësaj kohës, ne ishim duke parë Bigun, një vjesh shkoj bëri ca blerje të Lidl, jo të Lidl, Reve. të Reve, po se tha do ikë të Lidl, po kështë vaj të Reve. Fix. Shikë vaj të Reve. Po, të teshe, Reve ishte deri vonë. 20 km për të varë të Reve. Po, këtu s'pas ka asgjë, asnjët. Fix. Asgjë s'pas ka këtu, shumë keq. Pun kam heq kufjen. Kam heq kufjen? Po, e kam heq janë rregull. Thashtë se kisha heq kufjen, s'do më dëgjoni gjatë kohës. Fëmijët po flenë gjumë, Ivi vuri 12 u vura Vikin, ne po shohim Bigun, edhe po ham, po ham unë e lash për sot se nuk munde më. Në tani sa fillova. Ivi tani filloi erekcion e dark. Edhe këtu shumë bukur fakt, shumë lezetshëm, nesër kemi shumë aktivitete për të bërë. Ivi di gjitha radhës se çfarë do bëjmë, që Ivi merret me këtë punë. Organizatori. Mere me ato, me seqen dhe guida turistike. Ivi bën çdo gjë. Kur shkojmë në udhëtime ne, unë as pasaport, jo, pasaportën e marr. Vetëm pasaportën, çdo gjë tjetër e bën Ivi, nga biletat, organizimi, gjitha. Gjitha i bën Ivi. Kuptoj arsye pse më ka dhënë flokët. Po, kjo është e vërtet romandje. Po tani njëri do ta vrasim natyre. Tamam. Ti bjem kësaj time, s'me që se konsumon. Taksirat ti tani. Edhe kështu, ka bërë gati planet për nesër, çfarë planesh kemi konkretisht në për nesër? Nga 3 aktivitete që do bëjmë këtu. Edhe në ora 4 vjen babagjyshi. Prap në ngerim dhe të kuar babagjyshër. Babagjyshi do qytet. Babagjyshër. Edhe ka shumë fat. Këtë na japi asnjë gjë. Ato çaj. Apo çaj. Të tiri çaj se na vjen atje tek lokali, ata që ju tregova unë parë, këto çajrat e vogla. Ishin shumë bukura. Edhe... Pa do bishme. Jo, pi unë. Ti do bira. Kishim kur erdhëm këtu te shtëpia që është shumë e bukur, mua më pëlqen shumë, dhe kur shoh këtë i them Ivit ja, ka shtëpi dua unë. Ka shtëpi dua. Po. Dëgjoj zhurmën nga lartë që pëtë Okej. Se si për ka njerëz këtu, se kjo është dykaçe, edhe na u lodh koka për zotin shumë zhurmë këtu, edhe vetëm për këtë, për gjithsesi, në shtëpi çdo të marrim. Si ngre pak të kontuqeve, vetëm i të lejshme. Po na ndiqin grr gjithkohë sa kishin pa dëgjuar kështu ne, sikur jetonin në Bremen, do marrin petë zoti bie kështu në rast. S'ke nevojë për pec me gisht, sa që gjatje. Edhe, po thoja unë Ivit që kështu. Okej, ka disa avantazhe se e di që do thoni që jo, po shtëpitë e vogla bëhen më rrëmuj se shtëpitë e mëdha. Nuk është e vërtet. Të më thënë, është deri diku për shkak të hapësirës, po shtëpitë e mëdha. Janë shumë të vezdishme për duhet pastro, nuk e di, shtëpia jon o do jetë lart pastër o poshtë, domethënë s'ka shans ti bësh të dyja bashkë. Po nejse, po e thoja unë jo këtu që ishin ca letra me gjitha aktivitetet çfarë do bëhet nga mëngjesi deri në darkë, të organizuar, është shumë e bukur. Çdo gjë është shumë e organizuar, shumë e bukur. Bravo Ivi që e gjeti edhe këtë herë. Respekt për mua. Të bëja të tortokitit. Tani ne do vazhdojmë të parazitojmë dhe të shohim Bigun se e kemi merituar këtë parazitim për gjithë lodhjen e ditës së sotme. Ne do vazhdojmë të ham. Unë e kam mbyllur për sot. Për këtë vit apo për sot? Për këtë vit, a baklava. Çka ka se bëj baklava këtë vit se jo për gjë, jo për të përtuar ose për jo kohë, por se do të ham vetëm një të dy. Tamam. Të po më bëjmë, në maksimumi do t'i japim brisit edhe xhikut, ata sa hanë shumë sheqer. Ashtu do nga gjerë sheqer. Taksirat. I këm tani do ju mbyllim këtu dhe do të shiheni. Në vitin e radhës. Nesër. Do të shihemi nesër. 1 sekond do ta kemi për 1 sekond me ju, kurse ne do shijojmë parazitimin. Ledjo. Në atë misionin që Coca-Cola Das wäre das hier. Se Niki, shumë e bukur. Mirë më gjes. Ne sa po dolem tani, do t'ju merja me vete kur përgatiteshim, po si gjithmonë është kaos, jo kam thënë shumë herë këtë, por keni parasysh ju. Njëri shallin, njëri xhupin, njëri këpucët. Ne vendosëm në fillim të shkonim te pishinat,
Por ndrua mendjen në moment fundit, sepse na u duk shumë ftohtë edhe është pak larg nga këtu ku jemi ne. Edhe na duhej që të ecnim ekstra në këmbë dhe menduam, ata do lahen atje, do thahen përsëri, por prapë shumë ftohtë. Kështu që e hoqëm atë si mendim dhe tani do të shkojmë te Oktivia vendose xhupin, atë kapuçin. Tani do të shkojmë tek një kënd lojrash më duket. Do pijmë dhe një kafe se vdiqem për kafe. Shlen, edhe të miki shnel, shlen. Ke çaj shumë bon, shumë gjë interesante. Ja. Miki bëj pravo. Kemi ardhur tani në një kështu hapësirë të vogël që është një restorant ai që hajmë më dje, edhe ka dhe një park të vogël, domethënë një kënd të vogël me lojra shumë të bukura, normalisht nga këto të drurit, super kështu, se nuk filmoj dot se ka dhe fëmijë të tjerë normalisht, edhe është shumë bukur. Po luajmë fëmijët, po luajmë dhe ne me fëmijët, po kënaqemi. Shihni sa bukur është tani, mund të xhiroj këtë sepse s'ka asnjëri, jemi vetëm ne. Fëtoft. Edhe është se bukur është kjo, si kjo do t'i marrë fëmijëve, unë si krevat që do t'i luajnë. Shiko, kemi lënë bas, po, qofse 71 ton, më shaka për atë 1 terabajt, se më thot mua, atë do marrin po morë. Edhe më ka thënë, po e bëri gol, tani nuk ma blen, po se bëri, dhe më thënë, po e kapa, unë do blen. Kështu që, për dalim la. Erdhëm të aktiviteti radhës. Sa ko e bukur që është sot o njerëz, nuk keni den. Super bukur, do vim këtu, kjo është ti palestre, do bëjmë aktivitete sportive. Bravo, Miki! Darëm tani dikim të bëba gjyshi, se vjen bëba gjyshi, po shumë ftohtë njerëz, nuk e keni ide sa ftohtë që është, edhe e them mon si një njeri që ri thjesht me të shkurtra jashtë në dimër, edhe me një xhup super mega të hollë, se jam njeri që nuk kam shumë ftohtë, por është realisht shumë ftohtë. I kam veshur fëmijët me zi po ecin kështu shkret. Miki, me 3 xhupa. Ja, Miki. Ai 3 djeli sa i minje. Dass ihr alle da seid und zahlreich hier erschienen seid. Die Lichter, die leuchten uns ein, sie geben der Heimat einen lichten Schein. Dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Bravo të lumt. Bluza që vlen për ditëlindjen që se vesh mas një herë. Yp, a vash të pijesh mami?
Nesër dushim të vjetë. Jo, kjo është tufa e radhës, sa të filloj në sot më mbushim 8 vjetë. E drejtit martuar. 8 vite që jemi të martuar, të celebruar, se ne dasëm nuk kemi bërë, por të celebruar, të martuar quhet, po nejse. 8 se kështu kemi 11 në një dhe bëm në datë 23 dhjetor. Dhe kjo ishte tufa e luleve që të ma vlinte Ivi, po ne ishim e pushim ande nga ishim, ande s'kishtë asnjët. Që janë këto? Lullet. Këto të thëra që është lulja me bukur jeti. Si gjanë si kur thashëm në ajtë të Ishte si thënje kështu, Facebook, të nardës. Instagram, Facebook. Shikë Instagram. Janë e bukur e të. Unë do thoja që i vërë të stile me gruan time të bukur edhe 110 vjetë të tjera, kemi një deklarat shumë të rëndësishme. Marrën për pak, ishmejnë dhe miq pajti. Edhe, ka që më thua që është njëri më i mirë botë edhe më ka bërë babajnë edhe burin më të noptë në botë. Kjo nuk ishte planifikuar. Kjo nuk ishte planifikuar kjo deklarata. Përndesh shumë të dua të më shumë e diti. Pa ta them çdo ditë. I këto ishin të papritur, po paçim. Dhe që thoni ju që nuk thatë asgjë, unë isha te Tedi për të marrë disa gjëra të bukura që do të më duhen për natën e ndërimit të viteve për dekor. Kjo si ishte për atë punë, po ja mëra Ivit se më pëlqeu shumë, se Ivi pi espresso, se unë nuk pi espresso më. Tani, ka marrë këto pjatat këtu që janë shumë të bukura, 12 euro, 3 euro copa, do më thënë shihni pak sa të bukur e ka këtë. Edhe këto që janë më të vogla, këto ishin në total 8 euro, më pëlqyen shumë edhe kjo i binte 2 euro copa, më pëlqyen shumë fare, ngjyrat janë shumë të bukura dhe do t'i vendosim kështu kjo si për kësaj. Tani, doja kështu mbajtse për qirinj dhe gjeta këtë, doja të gjeja edhe 2 ose 3 të tilla, do më thënë në total, por nuk ishte një që ishte bashkuar me gjitha të nuk e doja, edhe mora këtë mora kot ta kem, por mora dhe këto që mbajnë qirinj brenda. Unë ju kam thënë ju që nuk po përdor më qirinj, sepse supozohet të jetë dëmshëm, por gjithsesi këto i mora për natën e ndrimit të viteve. Dhe do të përdor këtë dhe këto të dyja. Do të thënë këtë dhe këtë të zezën këtu. Mora letra pastaj që do të më duhen për dekor dhe gjeta këtë që ishte shumë e bukur. Nuk e di këtë ta përdor për ndonjë kështu tip salce, çfarë do të bëja të ditë. Pastaj mora këtë qirinj këtu, doja të kuq, por nuk ishte, vetëm kuq nuk ishte, çdo ngjyrë kishte. Dhe këto ishin shumë të bukura, më pëlqyen shumë. Edhe ishin 3 modele të ndryshme, më qenë se kisha 3, thash ok, po marr këto, ishin shumë cute. Tani mora dhe këto letrat e zeza që ti kemi për të dekoruar bukur. Pastaj kjo këtu ishte, nuk e di çfarë do të vendos këtu, ende nuk e di, por që e mora kështu sepse më pëlqeu shumë. Kishte edhe ca të tjera që më pëlqyen, po thash lër sepse kam shumë shtëpi dhe nuk është se dua ta mbush tepër me këto gjëra, por që këto që mora më duken shumë të bukura dhe ky material i kësaj është shumë i mirë. Ndërkohë shkova dhe te Ede ka bleva goxha ushqime, por më kryesorja ishin këto, ky kremi pistakios, që mora për të bërë një cheesecake me pistakio. Vendosa që këtë vit mos të bëj baklava, sepse ne vjet kemi ngrënë aq shumë sa ende jemi të velur, do thoni ju po patjetër, po sinqerisht i kam ngrënë vetëm unë dhe Ivi gjithatë, edhe ishte tmerr, dhe duke qenë që unë dua të filloj përsëri regjimin dhe përsëri stërvitjen dhe do më vinte keq po të ngelej aty. Kështu që njerëzve s'është se kemi kushti ju japi, maksimumi do t'i japim brisit dhe xhikut, po edhe ata nuk është se hanë shumë vërtira, kështu që ta ngeli. Ne, sepse po jo tregoj këtë gjithkohës, nuk e di. Mora 2 si kjo që të bëj atë kremin, atë cheesecake-un që normalisht pa sheqer, vetëm me këto. Kështu ai gjërat bazike, ushqime dhe një ca fruta.